Avokat, apo shkohet drejt një lufte të madhe, po themi, të tretë botërore, nëse Amerika përfshihet në Iran? Nuk më merr mendja të përfshihet Amerika në Iran, për arsye se do përfshihet Kina pastaj në Iran. Sepse Kina, pjesën më të madhe të naftës, të karburantit e merr nga Irani. Dhe po i preve atë burim energjie Kinës, Kina është e detyruar që të ngrihet të luftojë. Dhe Amerika nuk do ta bëjë një gjë të tillë. Unë e di që, jo e di, po e ndjej dhe e arsyetoj dhe e logjikoj që nuk mund të bëj luftë të tillë Amerika me Iranin për interesat e Izraelit. E kanë përkthjelur shumë Izraelin. Po Izraeli ka kaluar në krime më monstruoze se sa krimet e Hitlerit. Hitleri ishte ai që ishte, Gestapo që ajo që, por nuk vriste fëmijë. Ndërsa këta burresër, këta gjushët, këta kriminalë të lindur, këta gjarpërinj që kanë pushtet sot dhe janë majmur me miliardat e miliardave të dollarëve amerikan, këta tani po vrasin fëmijë, po vrasin gra, po vrasin popull të paarmatosur. Amerika nuk do shkojë të bëhet partnere dhe të bëhet bashkëpunëtore, bashkëfajtore, bashkëkriminale, bashkëvrasëse me këta kriminalë izraelit. Do vjen një moment që do të thonë stop tani, o tërhiq ose vrit veten me Irani. Sepse deri tani Irani është superior, deri tani. Mos shikoni propagandën që bën Izraeli dhe që bëjnë mjetet perëndimore. S'është e vërtetë. Deri tani superior në të gjitha është Irani. Është superior sepse në fundit ka dhe hapësirën të tillë që është shtet shumë i madh, shumë i madh. Ka mundësi që të vendosi baza dhe armatime dhe ushtri kudo në gjithë hapësirën ajrore, sado i fuqishëm që të jetë Izraeli, nuk mund të krahasohet me Iranin. Kërkojnë me çdo kusht të fusin Amerikën në luftë atje. S'besoj që ta hajë Amerika këtë karrem. Nëse ka i përplasje të madhe ku do futet në luftë Amerika dhe Kina, kush mendoni se ka fuqitë më të mëdha luftarake? Po do bën disa koalicioni pastaj. Se duke parë Rusia që Amerika mund të dalë i fortë, do bashkohet me Kinën. Kanë dhe Korenë. Po Kina ka interesat e saj në Azi. Ka interesat e saj në Azi dhe në Tajvan. Dhe Amerika, ajo Kina këtë do që një çik të filloj lufta me Amerikën të vejë të vërsullet në Tajvan. Mos harrojmë që është 1 miliard banor Kina, 1 miliard e gjysmë. Është shteti armatosur i fuqishëm, e ka të tëra. Kështu që Amerika nuk do bjerë në atë kurth që po i ngrën izraelitët nëpërmjet Iranit. Mendoj unë, nuk e di, atë ka politikan të shquar, ka politikan të zot, ka strateg ushtarak, ka këshilltar të aftë presidenti amerikan, dhe nuk besoj, nuk mendoj që do bjerë në kurthin e Izraelit, po e theksoj për të disa të herë. Ky është kurth izraelit, që në fund të fundit do t'i kushtoj para, ekonomi dhe gjak popullit amerikan. Ka si shpjegohet që Amerika gjithmonë e ka mbështetur Izraelin, edhe pse shumë herë ka bërë lufta dhe ka sulmuar popull të tjerë që janë fëqim me të? Amerika, ose më mirë me thënë miliarder amerikan, Rockefelleri me shok, kanë krijuar shtetin izraelit dhe kanë ndihmuar dhe kanë ushqyer, kanë forcuar vazhdimisht nga viti 1948 deri më sot. Mirë po, Izraeli nga një shtet që sa lindi, u fuqizua me njerë, u armatos, u trimërua, sepse pa që kishte një mbështetje të fuqishme, dhe u ngrit dhe po vret popujt e tjerë arabë. Kjo ngritje e Izraelit, kjo luftë që po bën Izraeli, pa dyshim që do t'i bashkojë të gjithë popujt arabë kundër tij. Dhe Amerika nuk ka asnjë lloj interesi që të kundërvihet kundër gjithë popujve arab. Janë nisur dhe po shkojnë me qindra mijëra njerëz, me grupe të mëdha, me konvoj të mëdha, nga Egjipti nëpërmjet Sinait shkojnë në Izrael. Sepse shkojnë për të mbrojtur dhe për të shpëtuar nga genocidi, nga shfarosja që po i bën
krye kriminali aktual sot në botë, që ja ka kaluar dhe krimeve të Hitlerit, dhe krimeve të Stalinit, dhe krimeve të Miloševićit në Kosovë, Netanyahu. Netanyahu përfundimisht do vej në bankën e të akuzuarve në gjykatën e drejtave, në gjykatën evropiane të drejtave të njeriut. Do vej si vrasës, si njeri që ka ushtruar genocid në një popullsi arabe të pambrojtur, tek gratë dhe tek fëmijët. U deklaruar në fillim dhe deklaruar që ne do luftojmë kundër kësaj organizatës për qëllimin e Palestinës apo të organizatave tjera që luftojnë në Gaza dhe në Palestinë për qëllimin nga izraelitët. Tani ata kanë kaluar në një sulm qinjerëzor, shtazarak, banditesk, kriminal, që nuk matet, nuk llogaritet. Pra, të kthehemi tek ajo pyetje që më drejtuat që në fillim. Nuk besoj se Amerika do bjerë në kurthin izraelit. Vetëm tjetë në një veprim, në një çmenduri, pastaj nuk di se çfarë të them. Janë parë disa avion luftarak duke kaluar në Tiranë. A duket se lufta është më afër se kur? Fare, në Shqipëri jo. Në Shqipëri s'do ketë luftë. Avionët që kanë kaluar dje, si që mendoj unë, kanë patrulluar zonën shqiptare, të pjesën shqiptare të NATO-s. Kanë kontrolluar mos kanë një hyrje, shkelje të hapësirës ajrore nga serbët ose nga grekët. Avokat, po hapësirën ajrore tonë në grekët, avionët greke e ruajnë. E ruajnë NATO ajo grekët, por grekët nuk i kalën njëri që të afrohen më. Ja, është ushtria amerikane që e mbron tani hapësirën ajrore të Shqipërisë. Jo NATO, amerikane. Pra janë amerikanë të bon stilit që mbrojnë hapësirën ajrore shqiptare, është dhe baza ajrore Kuçovës, që ka avion të NATO-s atje. Avion luftarak? Luftarak, po. Ajo është bërë bazë moderne e ushtarake Kuçova, ashtu si që ka qenë dikur. A ka dini sa avion mund të jenë aty? Ai sekret ushtarak. Dhe sikur ta dija nuk do ta thoshe. Avokat, a keni besim që në Shqipëri do ketë ndryshime të mëdha dhe do realizohet ajo që është folur gjatë kësaj kohe, qeveria teknike, po vjen qeveria teknike? Po s'po shohim asnjë qeveri teknike. Jo, qeveria teknike është ngritur, mos thuaj nuk po shohim. Qeveria teknike u prezantua. Ligjërisht, avokat. Ju lutem, po pse kë quan ligjërisht, kështu pret që ta miratoj ai Bajambega? Për të marrë detyrën, ketë fuqi ekzekutive. Patjetër do ta marrë detyrën, po ty si janë njohur zgjedhjet. Nuk të janë njohur zgjedhjet. Pra, kënë të pa bëra këto zgjedhje, të pa kryera. Atëherë nga kush preti që të bëhet ligjërisht? Nga Bajambega? Jo, zotëri. Nga hajduti pronave ushtarake, pronave të ushtrisë që u ashiti oligarkëve? Jo, mos zotëri. Do vej brenda dhe ai bashkë me të tjerët. Është bashkë hajdut dhe bashkë fajtor me të tjerët Bajambega. Kështu që qeveria teknike është ngritur, qeveria teknike u prezantua në sheshin Skënderbej përpara monumentit të Gjergj Kastriot Skënderbeut, është e ligjshme dhe e ligjshme është sepse e ka marrë miratimin e publikut atje, nuk pritet që të marrë miratimin e Edi Ramës, se Edi Rama s'ka nge do vej të bredh pas George Sorosit edhe pas armiqve të betuar të kombit shqiptar. Dhe nuk e llogarit me njeri Edi Ramën. Edi Rama nuk di ku ka kokën tani. Zëvendës kryeministria e tia vajte në Greqi përse vate, ose vate për punë, shteti jo, ka vatur të padron të saj, të ata që e fuqizuan, që nga me momenti që ishe shërbëtore në një familje në Glifad, ishte shërbëtore tek familja e ati Grekut që krijoi AMC-n para 28 sa vjetësh, e ndihmoi ai, u fut pastaj në për strukturat e shërbimit sekret grek, ajo është spiun e Greqisë, zotëri, ajo ka gradën togere e ipit, etniki pirësie pliroforion.
Shërbimi kombëtar informativ grek. Pra, ajo dhe të tërë këta tjerë do venë në burg. Mos mendoti se duhet të quhet e ligjshme qeveria teknike, se duhet ta miratoj Bariami apo Edvini, jo zotëri. Më e ligjshme s'ka ku shkon më. Tani mendohet dhe kërkohet ku do vendoset, ku do ketë selin qeveria teknike, e cila do organizoj vendin. Në zgjedhje do bëjnë ndryshimet kushtetuese, do bëjnë zgjedhjet për deputet dhe për senator, do zgjidhet dhe presidenti, do vejë Shqipëria në kushtet në origjinë të saj, ati ku ka qenë në 1878 dhe përpara. Të tëra vilajetet shqiptare që ka qenë në atë kohë të banuara tërësisht nga shqiptarët, të tëra do t'i bashkojnë atë dhe u të mënë. Avokat, ju pa të thënë, është folur në media shqiptare që kryeministri Rama nuk shkon dot në Amerikë se do arrestohet. Ndërkohë që kryeministri Rama ishte në Amerikë dhe ishte pjesë e dasmës së Alex Sorosit, madje mbajti edhe një fjalim. Pse nuk është arrestuar? Mund të më thuash sa rrugëçer janë martuar në Amerikë? Që të bëj Edi Rama në Amerikë? Edi Rama nuk vate si kryeminist në Amerikë, zotëri. Pse? Ore, jeni gazetar, do t'i bëni dallimet? Nuk vajti si kryeminist, vajti si... Është thënë që është non grata. Po non grata, është patjetër. Non grata si lehet hyrja. Po është në detyrë akoma. Jo, sa kohë që është në detyrë ka imunitetin e kryeministrit. Ai mund të shkoj. Po i ftuar gjikundi, jo. A vajti në Amerikë? Pse takoj ndonjë pjesëtar, ndonjë përfaqësues të shtetit amerikan, apo të pushtetit amerikan? Jo, si avar njeri. Si avar njeri. Është i shpallur non grata, po të them prap. Bajmën do bjerë nga pushteti dhe do arrestohet, se s'ka nga vete. Amerikës nuk e ikën dot ai. A e di mirë. Pra, mos i të sqarojmë opinionin publik shqiptar, të mos ngatërohet dhe të mos konfondoj vizitën private të Edi Ramës, që vate të një rrugaç që mori një gruaj që ke martuar një 5-16 herë, edhe u martua dhe me këtë, po, edhe tani mori këtë të këtij të birin e George Sorosit, të Aleksi, me vizitin që mund të bëjë si kryetari i qeverisë Shqipërisë. Absolutisht asnjëherë nuk do shkoj si kryeminist në Amerikë ai. Asnjëherë nuk do shkoj si i ftuar politikan. Thjesht mund të shkoj të vetë Varavingo, siç po bën. Ka 13 vjet, ka 12 vjet që po bën Varavingo ai me parat e shqiptarëve. Do t'i vjell të tëra që ka ngrënë, që ka pirë. Të tëra. 20 herë ka vajtur në buzë varre sepse bëhet tull nga kokaina. Nuk mund të drejtoj shteti një zgaravin e tillë, ai është një zgaravin, nuk është asgjë tjetër. Dhe do vej në burg. Do vej në burg. Ai dhe të tëra ata që ka rreth vetes dhe ata që kanë vjedhur në ekonomi dhe në shtetin shqiptar. Janë ata fajtorë që ne sot jemi populli më i vuajtur në botë. Janë ata bandit, ata bastard që kanë vënë një nivel jetese që është 80% çmimet në Shqipëri janë 80% më të larta se në Gjermani, zotëri. Janë ata gjarprinj, ata gjakpizës. Dhe do japin llogari për ato. Do të vijë ora do japin llogari. Por do japin llogari që do mallkojnë orën që kanë lindur. Rama është rekrutuar nga Sorosi dhe sorosistët, soroistët, quaj si të duash, nga sorrat, është rekrutuar që kur ka qenë që flinte në urat e Francës, poshturave. Që kur erdhi me thojt pa lartë, pa prerë, si i tha Fatos Danua. Unë e mora, tha, dhe solla me thojt pa prerë këtu, tha. Po si mund t'jetë kryeministër dhe si mund të respektojnë një kryeministër që i bje tavolit ban dhe vërtet, si kafsh. Se figura nuk gënjen, që në zyrë të tia. Ka që gjë, nuk e kuptojnë shqiptarët, ata që mbështesin sot, se është dhe i trash. Se ajo, pushteti ka rritur hundën, dhe kujtojnë se ata që mbështesin tani do ta mbështesin dhe nesër. Do ta shohaj që me rënien nga pushteti të tërë do t'i kthejnë kratë dhe tërë do bëjnë sikur se ka një uric. Sikur s'ka ekzistuar. Ku je komandanti, tha Tërmet Peçi kur vaten te Pelen. S'po e dëgjoj Tërmet Peçin tani të ndihet, sepse ka vatur spaku
bashkinë e Pelenës dhe po kthen dynja nga ana tjetër, po i përmbys të tëra. Se kanë vjedhur pa fund. U rrit mendja, thanë ne jemi të pamposhtur, tani kemi Sorosin, Sorosi do na mbrojë, Sorosi është Amerika, nuk e din këta fatzënj që Sorosi jo vetëm që nuk është Amerika, po është një hiç. Është nuk mbajnë, nuk presin e përcjellin amerikanët një njeri të çmendur, mo është i çmendur. Videon që ai binte tavolinës dhe bërtiste, pëlliste në zyrë, e pa gjithë bota. Si do ta mbështesin amerikanët? Po ata se ulin veten aty, janë zyrtarë të një shteti 400 vjeçar, nuk janë zyrtarë të një republikë banane si që jemi neve, si që ka ta ndisën neve pasardhësit e Verhoxhës dhe Tramizalis.